Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Fifi dhe Adis Patushi kanë zyrtarizuar lidhjen e tyre të dashurisë vetëm pak ditë pasi nisën thashethemet. Ditën e sotme ka qarkulluar kudo një video ku çifti shfaqet duke u puthur para shumë të pranishmëve në një mbrëmje ku Fifi po performonte. Pas publikimit të pamjeve, Fifi ka reaguar përmes rrjeteve sociale duke zbuluar se është e lumtur. Adisi, për ata që nuk e din, është ish bashkëshorti i modeles Adrola Dushi, nga martesa e të cilëve erdhi në jetë djali i tyre Troi. Modelja ditën e sotme ka reaguar ndaj këtij lajmi duke i habitur të gjithë. Bukuroshja ka pëlqyer një video të shpërndarë në rrjetet sociale ku pyetej: "A ju pëlqen çifti?" Me lajkun e saj, Adrola zbuloi se është pro çiftit të ri, pasi prej kohësh ajo e ka ndarë rrugët me Adisin. Kujtojmë që prej shumë kohësh Adrola Dushi përflitet se është në një lidhje me Capital T, edhe pse asnjëri nga të dy nuk e ka konfirmuar asnjëherë si lajm.